Ish-minatorët e Kromit në Bulqiz vijojnë të përballen me kushte të vështira ekonomike pas daljes në pension. Ndonë se ka punuar për 38 vite me radhë në nën tokë, ish-minatori Besnik Hasa thot se pensioni nuk mjafton për të përballuar kostot e jetesës. Në këto kushte, ai është i detyruar të punojë edhe në bujqësi për të mbajtur familjen, duke shtuar se një pjesë të mirë të pensionit e shpenzon për blerjen e ilaçeve, pasi puna në nën tokë i ka shkaktuar sëmundje të shumta. 38 vjet. Tash po do si ditë. Pensionist, ka 3 vjet. Nuk përballot, jo. Bujqësi, punë, me bakti, e kanë faj sigurimet. E qenë zonde në gjithë privat, gjithë shtet. Te si ke ndrullove kërkuni. Pak një bo greva në me demo, shanat ka Tirana, ka Bulqiza, në sete jatë se dojnë shkredi të bo greva, kemi stazin sot, po e kemi stazin. Ka thangë dhe Tirana, dhe është në bol, ja. Sipas tij, vetëm miratimi i statusit të minatorit mund të përmirësojë kushtet e tyre, duke e cilësuar atë si rikthim të dinjitetit për punonjësit e nën tokës.